Përshëndetje gjithëve. Si ju gjetëm, përshëndetje. Fushkruja, Kruja, Bupqi, Thumana, Nikla, Malsia, përshëndetje. Ju uroj mirëseardhjen kryeministrit. Kemi zgjedhur pikërisht Krujën për të bërë këtë takim sot, ku kryeministri do të na prezantojë jo vetëm punët dhe arritjet që ka pasur Partia Socialiste në këtë mandat, por sigurisht edhe atë që na pret mandatin që vjen, dhe Kruja bashkë me kryetarin e Bashkisë Artur Bushin ka bërë një punë të jashtëzakonshme këtë mandat. Ka qenë një mandat i cili ka pasur sfida që la tërmeti dhe pandemia, por ne kemi kthyer atë në arritje dhe në fitore të jashtëzakonshme, ku kemi bërë të mundur të strehohen familje dhe të ndërtohen lagje të reja në Bupq, në Thuman, në Krujë e Fushkruj. 17 shkolla të reja janë ndërtuar nga e para e 25 terrene sportive që nuk janë imagjinuar kurrë më herët. Nga ana tjetër, në këtë 10 vjeçar, në investimet që janë bërë në infrastrukturë rrugore falë mbështetjes së Edi Ramës dhe Partisë Socialiste, janë realizuar 150 projekte në infrastrukturë rrugore, të cilat 50% e tyra janë në zonat rurale dhe 50% të tjera janë në zonat urbane, duke bërë kështu të mundur që t'i vinë në ndihmë ekonomisë lokale, por patjetër dhe turizmit, i cili përpara 2015-s kishte vetëm 3 restorante në Krujë dhe 1 hotel, ndërsa sot Kruja dhe gjithë rrethinat e saj kanë 500 shtretër dhe mbi 200 guest house. Kjo gjithashtu fal punës realizuar për investimin në qendrën historike, në pazarin e Krujës, për investimin në monumentet e kulturës, dhe nëse do të flasim për shifrat krahasuese, Kruja në 2015-ën Muzeu Kombëtar kishte vetëm 30.000 vizitorë. Sot janë 190.000 turistë të cilët kanë vizituar Krujën. Sot ka ekonomi, sot ka turizëm, dhe ne besojmë shumë që me mbështetjen tuaj ne do të bëjmë të mundur të vazhdojmë këto projekte transformuese me ndihmën e madhe që kemi pas nga Edi Rama dhe Partia Socialiste për të vijuar më tej me projekte transformuese për Krujën, për Shijakun dhe për gjithë qarkun e Durrësit. Kam dëshirë që të ftoj kryeministrin për të filluar prezantimin e tij dhe ju kërkojmë mbështetjen për të vijuar transformimin në datë 11 maj. Të gjithë votojnë Partinë Socialiste dhe numrin 5 për të marrë 9 mandate në qarkun e Durrësit. Edita, shumë faleminderit, edhe do mundohem që të mos zgjatem shumë sepse jeni edhe në diell. Ata që kanë kapele si puna ime janë pak më mirë, po prap diell, kështu që do mundohem të jem i përmbledhur, por duhet ta filloj me faktin që sot ne rikthehemi në këtë stacion për 4 vitet e ardhshme, duke e pasur vërtet kokën lart për atë që bëm në këtë mandat që po mbyllet,
duke filluar pikërisht nga familjet që u goditën prej atij tërmeti shkatrimtar, edhe që mbetën brenda pak sekondash në qelë të hapur, por mbi të gjitha të goditur shumë fort në shpresën se mund të riktheheshin më në një shtëpi, pasi shumica e atyre familje që goditën nga tërmeti ishin familje më pak të forta dhe më shumë të varfra. Dhe sot ne faktikisht kemi përmbyllur të gjithë detyrimet tona me shpërndarjen e 350 apartamenteve të fundit që kanë mbetur vetëm për shkak se respektuam këtë periudhë zgjedhore që ka disa rregulla të caktuara, kështu që lart në Krujë këto apartamente do të shpërndahen menjëherë pas zgjedhjeve. Ne arrijm në një total prej mbi 1100 shtëpish të reja, më të bukura, më të forta, dhe mbi të gjitha falas për të gjitha ato familje, të cilat sot janë pronare legjitime të atyre shtëpive dhe nuk i kanë asnjë detyrim askujt dhe aq më pak shtetit. Nga ana tjetër, fatkeqësia nuk ishte e mundur të ndalej prej nesh, por ajo që bëm ne për fëmijët e kësaj zone, duke ju dhënë mbrapsht 17 shkolla që janë të standardeve më të larta europiane, është vërtet diçka që na bën krenar në raport me prindrit e gjithë atyre fëmijëve, na bën krenar për Partinë Socialiste, na bën krenar për Bashkinë, që siç e tha edhe Ani, ka bërë një punë vështirë, ka qenë një nga pikat më të vështira të rindërtimit Kryja Lart, për shkak të terrenit, për shkak të çështjeve të pronësisë, por Arturi, si gjithmonë, ja ka dalë të gjejë zgjidhjet e duhura. Nga ana tjetër, dhe do ta mbyll këtë pjesë, ne më në fund jemi në kushtet kur mund ta vëm dhe kemi vënë në planin ton atë ëndrrën e vjetër të gjithë Krujës për të pasur një rrugë të drejtë për drejtë lidhje me Tiranën. Dhe nëse keni ndjekur prezantimin e bërë në programin e infrastrukturës, tani më rruga e drejtë për drejtë është pjesë e programit ton. Ashtu si kundër nuk ka nevojë për të qenë në ndonjë program afatgjat, sepse edhe rrugën lidhëse mes Fushkrujës dhe Krujës, ku tani më ka shumë më tepër qarkullim, se siç foli më parë drejtuesja politike e qarkut, ka shumë më tepër turist, ka shumë më tepër lëvizje, do të duhet ta riveshim brenda një kohe të arsyeshme. Unë dua ndërkohë të ndaj me ju një parasqyrë të shumë përmbledhur të ecurisë së këtyre viteve, ku përballë një errësire të madhe informimi të publikut lidhur me të vërtetat, lidhur me faktet, dhe në atë errësirë ku publiku goditet për natë e për ditë me gjysmën vërteta që janë dhe gënjeshtat më të mëdha, është shumë e rëndësishme që t'i japim mundësi njerëzve në këtë moment të shohin se çfarë ka ndodhur përtej
zonës tyre? Çfarë ka ndodhur përtej horizontit të punëve tyre të përditshme? Se padyshim dikush që ka marrë shtëpinë e rindërtuar e di vetë realitetin e tij dhe e di vetë se sa besnik i kemi qëndruar ne. Por ama duhet di dhe shumë gjëra tjera që ndodhin përtej, në mënyrë që të gjithë së bashku të dim se çfarë është bërë realisht dhe se ajo që planifikohet bëhet nuk është një manifest dëshirash elektorale që hajtë se përshkojmë ke njerëzit dhe po ju tregojmë pralla ta haj kush ta haj, por është një plan i vendosur mbi themele shumë të forta. Dhe po e filloj me momentin ku fillon e gjitha, kur ne morëm detyrën tek vlera e përgjithshme e vendit. Vlera e përgjithshme e vendit, ose si quhet ndryshe prodhimi i brendshëm bruto i vendit, pra çfarë arrin vendit prodhoi si vlerë, ishte 9-10 miliard euro. Sot ka kaluar 25 miliard euro. Dhe ne jemi të bindur që deri në Shqipërinë 2030 do ta çojmë këtë vlerë në 35 miliard euro. Që do të thotë, do të ketë shumë më tepër të ardhura për të rishpërndar, do të ketë shumë më tepër të ardhura për të investuar, për infrastrukturën dhe për të gjitha nevojat e tjera. Vazhdojmë. Këtu jemi tek të ardhurat për frym, këtu jemi tek një pasqyrë e rritjes prodhimit të përgjithshëm në raport me rajonin. Ne nuk konkurrojmë me Gjermaninë. Garën me Gjermaninë e bënte Bufi kur ishte në qeveri, më në vdeksha, se po e pritësha këte, vdeksha unë për ty, rofsh që kalove, rofsh, hudhër, rofsh, ta shti jemi në rregull. Po e pritësha, thash, në Krujt duhet pa tjetër ta rigjoj një Rama ik që të plasi syri keq, e plasi syrin e keq. Tashi, kam për ta pa me 11 maj. Edhe ku e tha, tamam sa përmena unë fjallën kënet, për herë të parë, tak, doli Bretkoca, e pat? Vdeksha. Po ju se pat si ishte, se i kishte flokët e lakme, sa kishte dal nga dushi. Kjo është pasqyra, kjo është rritja, po thosha që ne nuk jemi ngarë me Gjermaninë. Ngarë me Gjermaninë e bote Bufi, kur ishte në qeveri. Ju kujtohet që tha, arritëm, tha, jemi dytët mas Gjermanisë. Edhe pastaj për pak përfundum në humner prap. Ne garën e kemi, ose krahasohemi me rajonin, me Ballkanin. Shihni sa e kemi rrit ne prodhimin në këto vite, kurse kjo është mesatarja e vendeve tjera të Ballkanit. Vazhdojmë, këtu vim tek të ardhurat për frym, ku kemi qenë 3.300 euro në vit, kuptohet, kemi shku në 10.300 euro dhe do të shkojmë në 15.000 euro në Shqipërinë 2030. Vazhdojmë, këtu jemi tek borxhi. Kemi pas një borxh shumë të lartë, po jo vetëm të lartë, po dhe të rrezikshëm, sepse përveç këtij borxhi zyrtar, kemi pas edhe një situatë borxhesh ndaj kompanive që bënin punët, që bënin shërbimet, deri në pikën ku edhe shkumsa nuk ishte më nëpër shkolla, se kompanitë nuk i furnizonin më pasi qeveria nuk i pagunte. Dhe sot borxhin e kemi ulur me 16% pothuajse 17%, në 54% dhe në Shqipërinë 2030 do të jemi tek 50% që është norma mesatare, krejtësisht e shëndetshme edhe e vendeve të BE-s. Vazhdojmë. Këtu jemi tek kreditë e këqija, ja ku kishte ardhur situata me bankat, njerëzit nuk pagunin dot mbrapsht interesat e kredive, rreziku ishte i madh,
çereku i kredive ishin të këqija dhe ne sot i kemi në i pikë ku shumica juaj nuk i shef, është 4.2% që përsëri është normale. Vazhdojmë. Këtu jemi tek përqindja e popullsisë në rrezik për varfëri, 19.2% që është një përqindje brenda mesatares së vendeve të Bashkimit Evropian. Vazhdojmë. Këtu jemi tek pabarazia në të ardhura, siç e shihni ka një shpërndarje më të arsyeshme të ardhurave dhe ka më pak hendek se sa që kishte më parë, edhe pse është e domosdoshme që ne të vazhdojmë edhe ta ngushtojmë këtë hendek. Vazhdojmë. Këtu jemi tek tregu i punës, për herë të parë kemi një papunësi nën 10%. Pra e kemi papunësinë me një shifër 8.8%. Vazhdojmë. Këtu jemi tek punësuarit. Kjo është një pasqyrë që mua më pëlqen sepse besoj e keni dëgjuar kur ata e përsërisin 300.000 vende pune, ku janë 300.000 vende pune? Ja sa të punësuar ka pas Shqipëria kur ne morëm detyrën. Këta janë të gjithë emra dhe mbi emra, 1.023.000 shqiptarë dhe shqiptare të punësuar, të regjistruar. Ja sa janë sot, 1.327.000, këta janë të gjithë emra dhe mbi emra. Dhe besoj që diferenca mes tyre është më shumë se sa 300.000. Vazhdojmë. Zogu, pse bërtet më dhe? Këtu jemi tek përqindja të punësuarve me pagën nën 40.000 lekë. Shifeni sa kanë qenë 60% e atyre 1.023.000 njerëzve që tregohen parë mershin nën 40.000 lekë. Sot ajo përqindje ka rënë, sepse sot ne kemi një pagë minimale 400 euro, e cila në janar të vitit të ardhshëm do të bëhet 500 euro dhe në fund të këtij mandati do të jetë paktën 650 euro. Vazhdojmë. Këtu jemi tek rritja e pagave. Kjo paga mesatare e përgjithshmja, pra e bashkuar privat shtet, ka qenë 322 euro, sot është 828 euro dhe në Shqipërinë 2030 do të jetë 1.000 euro të paktën. Kjo është paga mesatare në sektorin publik, sot që flasim, është 1.000 euro në shtet dhe do të jetë 1.200 euro në Shqipërinë 2030. Vazhdojmë. Vazhdojmë ecim, këto janë pensionet. Këto janë pensionet me ajo që është e rëndësishme për pensionet të thuhet është që ne kemi në plan që brenda mandatit 4 ta çojmë pensionin minimal në 200 euro dhe të mos ketë pension nën 200 euro. Vazhdojmë. Këto janë një sër përfitimesh të tjera për pensionistët, sepse këtu flitet për pensionet, por askush nuk flet për çfarë tjetër ne bëjmë për pensionistët, dhe janë rreth 300 milion euro që shkojnë për bonuse, shkojnë për kompensime energjie elektrike, shkojnë për kompensime mujore të natyre ndryshme për rimbursimin e barnave e kështu me radhë. Vazhdojmë. Këtu jemi në një pasqyrë që unë e kam shumë për zemër, sepse është hendeku i pabarazisë mes burrave dhe grave. Kemi qenë të 83-tët në klasifikimin e Kombeve të Bashkuara, jemi ngjitur lart në vendin e 23. Vazhdojmë. Këtu jemi tek taksat. Ne ndryshum sistemin e taksave dhe për këtë arsye të gjitha dyqanet që shihni në dy anë të rrugës paguajnë 0 tatim fitimi dhe paguajnë 0 TVSH në rast se janë me një xhiro deri në 100.000 euro.
Kur kemi ardhur këtu në këtë bulevard për të kërkuar mandatin e parë, të gjithë këta në dy anët e rrugës pagushin nga 10%. Tatim fitimi pagushin dhe TVSH. Sot nuk paguin as tatim fitimi, as TVSH dhe nuk do të paguin deri në fund mandatit 4, siç kemi thënë në 2029. Dhe ja, këtu se çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që 66 milion euro në vit, që shteti ja merrte të gjithë bizneseve të vogla, ne ja kemi lënë atyre për familjet e tyre, për të vazhduar të investojnë në aktivitetin e tyre, dhe përveç tyre që janë për ata deri 100.000 euro, janë edhe këtu 58 milion euro tjera në vit që i kanë mbetur në xhep bizneseve të vogla, që të dyja bashk bëjnë një shumë 125 milion euro në vit, që nuk e merr shteti, po ja lë familjeve të njerëzve që janë të vetpunësuar me biznes apo që punësojnë të tjerë. Dhe kjo është 1 miliard e 250 milion euro në 10 vjet, apo jo? Vazhdojmë. Këtu jemi tek papunësia për gratë, që edhe ajo ka rënë në nivelin e 10%. Vazhdojmë. Ndërkohë që këtu jemi, kjo është një tjetër pasqyrë shumë e rëndësishme dhe është një nga treguesit se pse Shqipëria sot është më e mirë se ç'ishte në të gjitha drejtimet. Vetëm 50% e grave që ishin të afta për punë merrnin pjesë në forcat e punës. Sot janë 70% e grave që marrin pjesë në forcat e punës. Vazhdojmë. Kjo është paga mesatare e grave që janë në forcat e punës, por që është pak fare më e vogël se e burrave. Vazhdojmë. Këtu jemi tek investimet e huaja. Kjo është Shqipëria dhe ky është rajoni. Vazhdojmë. Shumë flet këneta dhe flasin këta në për këto moçalet e televizorëve, s'ka buk, s'ka ujë, s'ka prodhim, s'ka punë, s'ka asgjë, ndërkohë që eksportet, do me thënë prodhimet tona, prodhimi jon, ishin 9.3 miliard dhe kanë shkuar 9.1 miliard. 3 herë më shumë. Vazhdojmë. Këto janë pagat e mjekëve. Sot paga mesatare e mjekëve është 1.670 euro dhe do t'jetë 2.000 euro në Shqipërinë 2030. Këto janë të gjitha programet që ne kemi bërë për mbështetje sociale. Ne kemi rritur në mënyrë shumë domethënëse mbrojtjen sociale, kemi thuajse 3 miliard euro që shkojnë për këto programe, kemi përfshirë të gjitha bashkitë në këto programe dhe janë 32 shërbime për persona me nevoja të ndryshme që bëhen për t'u gjendur atyre pranë, dhe unë dua të veçoj shërbimin për fëmijët me aftësi të veçanta, për familjen e tyre, dhe dua të them që nga janari i vitit ardhshëm mbështetja për nënat e fëmijëve me aftësi të veçanta do të dyfishohet. Ndërkohë që kjo është shifra e nënave të papuna me 3 ose më shumë fëmijë, janë 9200, të cilave prej disa vitesh qeveria ju paguan sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, pavarësisht se shkojnë në punë, 25 milion euro në vit, që mos mbeten pa pension për shkak se nuk punon dot se kishin shumë fëmijë, por të kenë nesër një pension dinjitos. Kjo është shifra e bonusit bebes, që ne e japim prej vitesh, kur e jepte këneta ishte 50.000 lekë vjetra, ne kemi bërë 400 euro për fëmijën e parë, 800 euro për fëmijën e dytë dhe 1200 euro për fëmijën e tretë.
Ndërkohë që nga viti i ardhshëm do ta ndryshojmë skemën, nuk do jetë më një çek në maternitet në momentin e lindjes, por do të jetë një mbështetje financiare çdo muaj sipas numrit të fëmijëve. Këto janë pagat e mësuesve. Sot paga mesatare e mësuesve është 950 euro dhe 1250 euro do të jetë në Shqipërinë 2030. Këtu e kam veçuar këtë, janë investimet në buxhetin e mbrojtjes. Kemi pasur ushtrinë më të keq paguar, më të keq pajisur në gjithë rajonin tonë, me i buxhet qesharak 28 milion euro, që sot është 10 fish, 280 milion euro, dhe paga mesatare e ushtarakëve sot është 1550 euro. Kjo ka sjellë dhe rritje të interesit nga të rinj që të futen në rrugën e karrierës ushtarake. Do ta bëjmë edhe më shumë, sepse duam që ta kemi në mesataren e ushtrive të NATO-s, që janë vende shumë më të mëdha dhe më të pasura, por sot që flasim, ne kemi ushtrinë më të mirë paguar në rajon, përfshi dhe ushtrinë e Serbisë, që është më e madhja e Ballkanit. Tani këtu kam sjell një pasqyrë të gjitha investimeve që janë bërë në qarkun e Durrësit. Edhe këto janë shumë të rëndësishme për të parë se sa shumë është bërë në çdo cep, por dua ta nis me të parën, sepse gjithmonë flitet në hava që s'ka rrugë në përfshatra, kur do bëhen rrugë të fshatrave, ka ngel fshati pa rrugë etj etj. Këto të gjitha që shifni, damarët këtu me jeshil dhe me të verdh, janë të gjitha rrugë të brendshme të qarkut Durrësit. Dhe në totalin e tyre janë 596 projekte për gati qerek miliard euro dhe 362 kilometra rrugë të brendshme që janë rehabilituar në të gjithë qarkun e Durrësit. Vazhdojmë. Këtu kemi projektet e transformimit urban, janë 99 projekte, 81 milion euro që kanë transformuar Durrësin, kanë transformuar Krujën lart, një destinacion historie dhe turizmi që ishte një qamet i madh, ndërkohë që me ndërhyrjet që kemi bërë është komplet tjetër, apo jo. Dhe pa tjetër edhe Shiakun, ku Shiaku ishte kënet komplet, ndërkohë që sot është vërtet një territor urban mjaft dinjitos. Vazhdojmë. Këtu jemi tek turizmi dhe mjedisi, 14 projekte dhe rreth 30 milion euro që qeveria ka dhënë për turizmin dhe për mjedisin në qarkun e Durrësit. Këtu jemi tek ujësjellës kanalizimet, janë 200 milion euro që janë investuar për 116 projekte ujësjellësash dhe kanalizimesh. Këtu vim tek energjia, ka qenë kudo problem çështja e cilësisë së shpërndarjes së energjisë dhe kemi investuar 177 milion euro për 121 projekte për të përmirësuar rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Këtu jemi tek bujqësia, 130 projekte, gati 50 milion euro mbështetje që qeveria i ka dhënë fermerëve dhe i ka dhënë sektorit në qarkun e Durrësit. Këtu jemi tek arsimi dhe natyrisht këtu qarku i Durrësit është shumë më lart se tjerët edhe për arsye të rindërtimit. Janë 191 projekte dhe faktikisht shkollat e reja të Durrësit, të Krujës, në Bubq, ku do të më kujtohet bile ai drejtori i arsimit, kur shkum në Bubq tha, o kryeministër tha, ne kemi më shumë banjo në për shkolla se sa në të gjitha shtëpitë rreth rrotull. Kështu që janë vërtet shkolla të standardeve europiane dhe ne do t'i shkojmë deri në fund. Çdo fëmijë
do të shkojë në një shkollë standardeve europiane. Vazhdojmë. Këto janë projektet e sportit, 14 projekte, 5.8 milion euro, tani më është në procesin e garës, e futjes në garë, pasi e ka mbaruar dhe projekti detajuar edhe stadiumi i ri i Durrësit, që do të jetë një qendër e re, jo vetëm sportive, por dhe urbane e qytetit, shumë moderne. Vazhdojmë. Kultura, 39 projekte, 17.6 milion euro për aktivitetet kulturore, mbështetje, dhe shëndetësia dhe kujdesi social, këto janë qendrat shëndetësore, poliklinika, spitali, 13.6 milion euro. Kjo është pasqyra e përgjithshme dhe rindërtimin po e tham dhe folëm, dhe në fund dua që të shikoni shumën e investuar në këto 3 mandate nga qeveria shqiptare për qarkun 1.1 miliard euro. Të gjitha këto nuk janë për t'ju thënë që shiqa mrekullie kemi bërë ne, por janë për t'ju thënë që kemi bërë gjithçka, kemi mundur dhe s'kemi lënë pa bërë asgjë të mundur për ta ngritur në një nivel tjetër këtë qark, për të ngritur në një nivel tjetër Krujën, Durrësin, Shijakun dhe vetë Shqipërinë. Dhe tani jemi në një fazë të re, kur, siç ju kam thënë kur kam ardhur këtu përpara, që në 4 vite të ardhshme do bëjmë më shumë se ç'kemi bërë në vitet e tjera të mbledhura së bashku, ju them të njëjtën gjë. Në 4 vite të ardhshme do bëjmë edhe më shumë se sa ç'kemi bërë në të gjitha vitet e tjera të mbledhura së bashku, nëse ju dhe të gjithë qytetarët do të na japin një mbështetje edhe më të fortë, një besim të palëkundur dhe një fuqi edhe më të madhe për të marrë vendime dhe për ta çuar përpara vendin, duke realizuar edhe profecinë e atij që ju e keni atje lart në Krujë, si hijen e gjithë malit, Gjergj Kastriotit, i cili e përcaktoi qysh atere se fati i stërnipërve ti është Europa. Shumë faleminderit, edhe uroj shumë që në 11 maj nga të gjitha kutitë e votimit këtu në Krujë të dalin rezultati më i mirë ndonjëherë për Partinë Socialiste. Faleminderit. Për familje, si Shqipnia s'ka si ven, jemi rritje e si për lumaj që ka men, për përshime